Likudimi me vonesë i faturave të energjisë elektrike nga konsumatorët ka arritur të ardhurat e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sipas të dhënave zyrtare, në periudhën janar-prill, ky dikaster arkëtoi rreth 296.5 milion lekë nga kamat vonesat e familjarëve, bizneseve, institucioneve buxhetore dhe jo buxhetore. Në raport me 4 mujorin e vitit të kaluar, vlera e mbledhur nga kamatat ka pësuar ulje, duke qenë se për të njëjtën periudhë të vitit që shkoi, ky dikaster arkëtoi rreth 298 milion lekë, apo 1.5 milion lekë më shumë se si vjet. Në total për periudhën 4 mujore, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike gjeneroi 1.363.923 fatura, për të cilat është arkëtuar kamat vonesa. Edhe numri faturave për të cilat është paguar kamat vonesë në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ka pësuar ulje, pasi në periudhën janar-prill 2024, numri faturave të paguara me vonesë ishte 1.432.653. Sipas kontratës që OSHE ka nënshkruar me klientët e saj, afati i fundit për likuidimin e faturave është dita e fundit e muajit pasardhës, ndërkohë që mospagimi i detyrimit mujor brenda afatit të përcaktuar shoqërohet me një kamat vonesë që llogaritet në masën 0.1% e faturës totale për çdo ditë vonesë. Më pas, në rast se energjia konsumuar vijon të mos paguhet, kontrata parashikon përshkallëzim të penaliteteve që shkojnë deri në ndërprerje të energjisë elektrike.